Mirë se vini. Ky është Qasë i dur, jemi drejt për së drejti në ekranin e radio-televizionit publik shqiptar në studio numër 1 të tij në kanalin e parë. E pra, si çdo ditë takohemi me ju me personazhe të ndryshëm dhe me tema të cilat vinë në minutat e emisionit ton. Këtu pranë me si gjithmonë Sergio Ajdini, me të cilin nisim emisionin Qasë i dur gjithmonë me muzikë. Sergio. Përshëndetje. Ç'bëhet? Mirë, shumë mirë. Sot në fakt Çfarë ka ndodhur sot? nuk ka ndodhur gjë. Po se, më bëre merak. Sot në fakt Po tenisi dhe dua të marr pak vëmendje kështu. Do të marrësh pak vëmendje? Jam zgjuar do thoya me muzikë greke. Greke. Nuk e di pse, unë nuk para dëgjoj, po kështu. Çfarë këngë po dëgjoje tamam? Nuk e di, vendosa një playlist edhe thjesht kur po vija në trafik e Kisha shijoj dhe më thënë. dha një energji shumë pozitive. Shiko, po i fleti njeriu që është filogrek, sepse unë flas shumë mirë greqisht, Jo, e unë di nuk shumë flas. mirë gjuhën dhe me muzikën greke, e shijoj atë. Ke një gjë në mendje që mund të ma luash këtu nga ajo muzika që kishe sot në playlist Në apo? mendje kisha një gjë franceze. Nga një playlist greke që ti kishe në mendje në një muzikë Melankolik franceze. gjithmonë, ti e di. O zot, nuk e di se kush ma gjeti këtë në emision. Ky të pret ta marrët, nuk e di, domethënë, o Sergio, po ç'bën kështu? Ti e frymëzim për vazhdimsinë e ditës, më beso. Ke një ide të njerëzve që kemi sot të ftuar? Në fakt, jo, në mos gaboj, por pash njerëz shumë pozitiv dhe shumë të bukur vërdall. Kemi dhe sot kemi dhe këngëtar. Ke pasur mundësi të shohësh edhe listën e atyre që janë pranuar në festivalin e këngës së Po, RTS. paka shumë, po. Paka shumë. Tanish me këtë këngën franceze, muzikën franceze, sepse personazhi që do të vi tani i ri. Kjo, po themi delikatesa franceze, ajo shueimët me trup, me ca flokë të gjatë, të drejtë, me i buzëqeshje gjithë kohës. Nuk e di u ta pyes në njëra bëhet me nerva, unë kam parë gjithë kohës që qesh. Ta luaj një herë Ta pjesën, luajmë pastaj një e herë. pyesim. Është në fakt edhe pjesë e profesionit të saj, gjithë kjo statura kështu. Megjithatë, ja ta nisim me muzikë. Ka karakterizuar një gjë e tillë. Me Adelën do të ulemi dhe të flasim gjatë në rubrikën tonë Unë dhe ti. Dhe sa ne të zëmë vënd aty, me në sfond tingujt e Sergjos, do të ndjekim një stert që kemi përgatitur për ty. Faleminderit. Një nga figurat më të shquara të baletit shqiptar dhe ndërkombëtar, Adela Muçollari, prima balerinë e teatrit kombëtar të operës dhe baletit, është një shembull i përkushtimit dhe pasionit për artin e vallëzimit. Çdo
Adele dashur, duke parë djalin tënd me thënë të drejtën, më mori pak malli për atë të voglin tim kur ai qenë i vogël. Shijoi këto flokët e gjata se vjen koha që i duan t'i presin. Po, si që ka ardhur tashmë i ka prerë, sepse do t'i presi si qunat, se i duhet vetja një qun i madh. Po, dhe thonë më ngatarojnë me gocë mami, kështu që nuk i pëlqenjë që t'i mbajnë ashtu, megjithatë janë aq të lezetshëm kur i kanë ato flokët e gjata. Edhe mua më mungojnë ato kaçurelat e bukura të Lukasit, se tani është ka marrë atë hijen e djalit të madh, vërtet është 3 vjeç e gjysmë, por me ato flokët e shkurtra ka një tjetër lloj imazhi. Nisëm e njerë me Lukasin duke qenë se mua ato më goditën, ato fotografi pak më shumë, sepse mëmësia vjen gjithmonë me një lloj përgjegjësie të madhe dhe sigurisht është një zbulim për secilën nga ne. Sidomos kur je nën e re dhe e ke për herë të parë, çdo hap, çdo gjë që ndodh është një zbulim. Do ta nis menjëherë me këto ndjesitë e tua si nën, sepse sigurisht do të flasim për punën tënde, për karrierën tënde, për vitet e tua në balet dhe jo vetëm. Por si kanë qenë këto 3 vite e gjysmë të ardhjes në jetë të Lukasit? Çfarë ka ndryshuar tek ti? Me ardhjen në jetë të Lukasit ka ndryshuar gjithçka tek Adela, ka ndryshuar komplet qenia ime. Unë në natyrë kam shumë të rëndësishme familjen. Dhe në momentin që vërtet Lukasi ka ardhur në atë çastin e duhur në jetën time, sepse unë kisha krijuar Adelën, kisha krijuar atë karrierën time, kisha marrë satisfaksionet, dhe në momentin që mua në jetë më ka ardhur Lukasi, unë aty kam kuptuar çfarë do thotë fjala dashuri, çfarë do thonë emocione, çfarë do thotë të jesh vërtet i lumtur 360 gradë, edhe Lukasi është gjithçka për mua si çdo nën, por është ai që mua realisht më plotson dhe kam kuptuar që profesioni, çdo gjë e bukur që bëja më përpara është thjesht një punë, ndërsa dashuria është ai, është familja, sepse ne gjithë artistët kur mbyllim atë shfaqjen, marrim duar trokitjet e publikut, sepse në fund të ditës ne për ato punojmë gjithkohon. Aty është gjithë emocioni që ju... Por pasi mbyllet kjo gjë, kjo perdje, po jam në sken, përpara se të dalë, gjithmonë Lukasi më dhuron një puthje, dhe është një gjë që ne të dy e kemi shumë intime me njëri tjetrin. Dhe po thoya që pasi mbyllet ai momenti bukur, ti merr duar trokitjet, ka vetëm një dashuri të madhe që mua tash më mpret, është Lukasi, është Eltoni dhe është familja ime. Je e lumtur që gjithçka e ke bërë në një moshë të pjekur, le të themi, pra familjen, djalin. Nuk është se ka shumë njerëz që në përgjithësi e kanë krijuar familjen në moshë shumë të re. Ti, siç edhe vetë karrierën e vure si të themi në plan të parë. Je e kënaqur me këtë moment tani, me zgjedhjet që ke bërë? Në natyrën time më karakterizon diçka që unë gjërat i bëj kur i ndjej. Dhe mendoj që në fillim bëra atë çka unë ndjeva, ju përkushtova profesionit, ju përkushtova ëndrës time që fëmijë, sepse është një punë që unë e kam nisur që fëmijë dhe është një dashuri që unë kam punuar gjithë jetën për të qenë një prima balerin, arrita gjërat e mia më të rëndësishme në anën e karrierës dhe mendoj në një moshë të pjekur arrit të kuptoj dhe të shijoj 100% dhe t'i përkushtohem asaj që është më rëndësishme familja. Dhe mendon që është më mirë ndoshta në këtë moshë sepse ke edhe ndjesin e plotësimit në pjesën e profesionit. A të ka penguar ama ardhja e djalit në jetë, në aspektin shtatzania, koha që duhet të kalosh pas ti, angazhimi me të kam penguar që të tërhiqesh pak nga impenjimi kohë plot, po themi në projektet e tua, apo jo? Jo, kam arritur të menaxhoj. Unë faktikisht deri në muajin e 4 kam kërcyer, kur kam qenë shtatzan, sepse fati donte që isha në një formë shumë të mirë, kisha një shtatzani të mbar. Më pas i linda Lukasi në riktheva pas 2 muajve për të ushtruar, për të risjell formën time dhe pas 6 muajve dola në sken. Ajo çka kam praktikuar është që kam marrë Lukasin kudo me vete. Ai është pjesë e çdo shfaqje e timen, e çdo udhëtimi që unë kam bërë dhe kam arritur të krijoj marrëdhënien me Lukasin 100%, por dhe mos të heq dorë nga Adela. Sigurisht. Sepse mendoj që po të heq dorë nga vetja, nuk do t'jem aq e lumtur sa t'jap maksimumin Lukasit. Kështu kam zgjetur ndoshta një sforco fizike si fillim, por çdo gjë ka shkuar mbar edhe kam gjetur balancat. A është mbështetje Eltoni në këtë, po themi, ndarjen e kohës për prindërimin? Ju vini nga 2 botë të ndryshme, ai ka qenë ish futbollist, po. Ti kuptohet balerin në kohë të plot,
një histori nga këto tipike të një qyteti, si një kryeqyteti, cili ka të gjitha sportet, artet. Si u njohët ju të dy nëpërmjet një shoqe? Shoqes time të ngushtë, po. Heltoni është shok me Ornelën dhe unë shoqe ngushtë me Ornelën dhe ka qenë pikërisht Ornela e cila na prezantoi të dy bashk, por mendoj që Heltoni është mbështetja ime më e fortë, sepse duke ardhur nga bota e sportit dhe duke ardhur nga një familje me një bazë shumë të mirë dhe të cilën e njohin çfarë do thot fjala për kushtim, investim, Heltoni ka qenë një mbështetje, vazhdon të jetë një mbështetje për mua, që unë të eci përpara dhe të realizoj ato çka unë kam qëllime në jetë. Edhe kush janë këto qëllimet e tua në jetë? Kush janë qëllimet? Se ka pa me njëherë kështu me fjalët e veta. Se sigurisht ti vjen nga një background që fëmijë me baletin, pra gjithçka që ti reflekton, gjithçka që ti ke dashur lidhet me skenën. Po le ta nisim me qëllimet për të kthyer pak pas në kohë. Pak pas në kohë. Unë mendoj që njeriu duhet të ketë gjithmonë një qëllim, sepse në momentin që ti ngjit një shkallë, dëshiron të ngjisësh një shkallë tjetër. Dhe ajo çka unë kam bërë paralelisht me baleti ka qenë dhe investimi im në anën intelektuale, në anën e shkollës. Sepse gjithmonë më kam thënë, ok, baleti do filloj dhe do të mbaroj në një pikë. Pastaj çfarë Adela do bëj më tutje. Dhe shkallë, hap pas hapi, ka qenë gjithmonë këto që them qëllimet e mia, do të vazhdojnë duke u rritur unë në moshë, duke u rritur dhe karriera ime. Po vetëm një teatr ka ky vend, edhe drejtorin e teatrit një do ta marr. Nuk besoj sepse është vetëm një. Rruga ka shumë shkallë, edhe shkallët nuk mbarojnë asnjëherë. Unë aktualisht jam dhe pedagoge në universitet, që kështu nuk është se është vetëm një qëllim edhe unë nuk e shoh gjithmonë atë majën e icebergut. Aty. Jo, aty. E bëra thjesht për të ngacmuar, se nga 10 vjet që janë në opera që njohun, këtë kanë si synim në të ardhmen, do me thënë që të investojnë me shkollën e gjitha në mënyrë që të shohin veten një ditë në kryet institucionit ku ata vetë punojnë. Pa diskutim, por që të shkosh në kryet atij institucionit, duhet të kesh shumë eksperiencë përpara, duhet të dish të menaxhosh shumë situata, duhet të dish të drejtosh shumë mirë, edhe unë kam një rrugtim shumë të gjatë përpara, fati do që unë kam dhe një moshë që më korespondon me gjatësinë time, që kështu rruga është e gjatë. Absolutisht. Dhe je vetëm në fillimet e ambicjes tënde profesionale, pasi je plotësuar në karrierën tënde, të themi e cila po qeshnin pak më parë të dy dhe thash për shënet ti në Pallatin e Pionierëve. Unë kam qenë një ndër ata fëmijë që kam qenë në Pallatin e Pionierëve, po duke qenë se jam goxha më e madhe se ty, thash shënet ti në Pallatin e Pionierëve. Më the ke qenë brezi i fundit. Si mban mend ato kohë kur ke qenë fëmijë dhe kur shkelje në ambientet e atij pallati që ka qenë i vetmi? Janë momentet më të bukura, Fjodora. Mendoj që të rinjve dhe fëmijëve sot i mungon një pallat pionerës, siç ne kemi përjetuar dikur, sepse kanë qenë ato klasat, ato sallat e bukura. Dhe mbaj mend sepse unë kam qenë brezi i fundit, pastaj më pas pallati i pionerëve ndryshoi drejtimin. Dhe kur kam kërcyer për herë të parë në atë skenën e pallatit pionerëve, ka qenë vdekja e Mjelmës, ku shikoj sot atë videon dhe në të vërtetë them asgjë nuk kam bërë, por ajo dëshira ime për të qenë një prima balerinë dhe për të ekzekutuar dhe ajo fytyra e lumtur tregonte më shumë se çdo lëvizje që mund të kem bërë në atë shfaqje. Kaq shumë e doje baletin? Baletin e kam dashur gjithmonë dhe ka qenë ajo çka mua, unë gjithmonë bëj atë që dua. Nuk e nxis veten ose nuk e shty veten nëse gjërat nuk janë në 100% që tim. Dhe mbaj mend asaj kohe që Zyshbela, siç unë i them gjithmonë, that jo do bësh një prima balerin, ose ti balerin trupe nuk mundesh. Sepse gjithmonë kisha atë dëshirën të bëri gjërave në perfeksion, gjithmonë jepesha. Doja gjithmonë të isha qendra e vëmendjes me pak fjalë. Ke pasur këtë. Për të qenë realiste, doja gjithmonë të isha qendra e vëmendjes edhe të merja maksimumin e çdo gjëje që ishte aty. Po, është një teatr i vogël me një numër të madh balerinash. Sa e vështirë ka qenë rrugtimi, sfida, egoja, konkurenca, tjetë që nuk është aq e thjeshtë mes juve prima balerinave, të themi kështu, sidomos kur vjen puna për role të para, kur vjen puna për drejtues që kanë preferenca të caktuara. Si ka qenë ky rrugtim?
Ti mendon që të janë thënë gjitha mundësit, apo i ke marrë ato me zor? Që të më jepeshin, jo. Nuk kam pasur fatin që gjërat të më jepeshin. Gjërat kam punuar dhe i kam marrë me shumë mund. Sepse unë, si fillim në teatr, më kam marrë maestro Agroni, dhe unë kam qëndruar 5 vite në teatr në pritjet e një kontrate. Dhe 5 vite, nuk janë pak, për ditë, investim, gjithmonë isha në shfaqje, merja dhe role si soliste, por gjithmonë ishte ajo pjesa që ishte një moment që nuk duhet të futesha. Dhe kam punuar 5 vite pa u tërhequr mbrapa, sepse gjithmonë mendoja që ky teatr është shtëpia ime, dëshiroja të rija në Shqipëri dhe doja të merja vendin që më takonte. Dhe kështu erdhi historia, më pas erdhi maestro Ilir Kerni në drejtimin e institucionit të teatrit dhe ai aty më dha atë çka unë meritoja, por kam punuar dhe nga puna kam marrë atë çka unë meritoja. Pra, brylat nuk të kanë trembur asnjëherë. Unë nuk i kam marrë si bryla, unë i kam marrë ndoshta si një rritje profesionale dhe si një sfidë që Adelën e kanë rritur më shumë. Mendoj që bryli më i madh është skena, dhe nëse ti arrin të ekzekutosh në skenë, sado që gjërat e tjera ato janë thjesht lule të voskla për mua që nuk i kam konsideruar në të vërtetë asnjëherë. E megjithatë, është aq e vështirë për një balerinë sa kemi parë në filma, të themi, nga ana e sfidës, nga ana e dhimbjes trupore, nga ana e një perfeksionizmi që duhet ju karakterizoj gjithmonë, nga ana e një, po themi, sakrifice që duhet bëni me të qenit në perfeksion. Është e vërtetë, të jesh një prima balerinë është shumë e vështirë, sepse është një sakrificë që ti e ke si trupore dhe mendore. Sepse që të jesh e parë, duhet të arrish perfeksionin, por që të arrish perfeksionin do shumë punë, do shumë mund, do të heqësh dorë nga shumë gjërat të tjera që do shta ti thjesht ke edhe një dëshirë të dalësh një ditë dhe atë duhet ja mohosh vetes për hir të një prove që ti ke nesër. Por mendoj që në momentin që dikush i përkushtohet, sepse të jesh solist i parë dhe të jesh prima balerinë, do një përkushtim të jashtëzakonshëm. Do dhe shumë sakrifica. Po. Kush është sakrifica më e madhe që ti ke bërë për punën tënde? Në një moment të cilin e mban mend me të vërtetë si një moment të dhimbshëm, të veçantë, ku ty të është dashur që të vësh profesionin mbi gjithçka tjetër. Ndoshta më përpara kam pas thënë që kanë qenë disa dëmtime që unë kam kërcyer, por jo nuk ka qenë ajo në të vërtetë. Ka qenë rikthimi pas lindjes, Shtaxhanis, dhe ka qenë pikërisht baleti Giselle. Sepse unë vija nga një pauzë, sido që tjetë unë kisha sjell në jetë një fëmijë dhe mendoj që ai ka qenë momenti më i vështirë, sepse punoja mbi trupin tim, mbi dhimbjet, për të arritur atë perfeksionin që unë doja. Sepse asnjëherë nuk e kam toleruar vetes të dalë në skenë për hir të punës. Dhe ndoshta ai ka qenë vërtet një moment që kam sakrifikuar shumë, sepse Lukas ishte një fëmijë që nuk flente gjatë natës. Unë çohesha në mëngjes dhe shkoja në të njëjtin intensitet pune. Dhe ishim pa gjumë dhe ka qenë një moment vërtet i lodhshëm fizikisht, por dhe mendërisht, sepse Lukas ishte shumë i vogël, kërkonte vëmendjen time, unë vëmendjen ja jepja. Gjumi natës nuk ishte më njësoj, lodhja ishte dhe mendoj që ai ka qenë moment vërtet që sot që them, ndoshta në një moment dhe mund të çadorëzohet. A është e vërtet që ky moment për nënat në përgjithësi, jo vetëm për ty që në profesionin e balerinës, është shumë i vështirë dhe ky momenti 40 ditë që 2 muajve të parë her pas here shoqërohet edhe me mund të ndodhe ndonjë depresion i lehtë, pikërisht kjo presioni i madh, fëmia, pagjumësia, ndjesitë e reja, gjithçka që lidhet pastaj edhe me pjesën tjetër. Ato unë e kam shijuar. Pjesën e parë unë e kam shijuar, Fiodora, sepse unë isha gati për të bërë mami. Dhe Lukasi erdhi me një dëshirë shumë të madhe si nga ana ime dhe si nga ana e Eltonit. Dhe ishte ai momenti që unë vërtet Lukasin e kam shijuar aq shumë, sa që në një moment që disa njerëz më pyesin, ke dëshirë të bësh një fëmijë të dytë? Them, nëse unë do bëj një fëmijë të dytë, duhet ta dashuroj aq shumë dhe ta dua aq shumë këtë gjë sa që kam dashur Lukasin. Sepse vërtet unë Lukasin e dëshiroja në jetën time dhe përkushtimi që unë kisha ndaj atij ishte aq i madh sa megjithatë ai mund të kërkojë një vëlla ose një motër. Ai faktikisht e kërkon një motër, sepse ka filluar tani po bën disa kursime se do blej një motër. Po do blej një motër. Ka një ark të vogël dhe do blej një motër.
Por këto është një kohë. Më kujton filmin Taulanti kërkon një motër. Po dhe unë ashtu i dhe majtë Taulanti imi vogël se kismet potrën. Po pse mi mami ja mohon një motër, apo tani ke shumë punë akoma? Nuk jam gati për një fëmijë të dytë. Ende. Unë mendoj që gjërat në jetë nuk bëhen sepse duhet, bëhen sepse ndihen. Dhe në momentin që unë do ta ndjej, sigurisht që do ta bëj dhe një motër ose një vëlla për Lukasin. Po bëjeni gati për një nga baletet më romantik të gjitha kohërave, La Sylphide. La Sylphide, po. Mund na rrëfesh diçka më tepër e këtij projekti? La Sylphide është një ndër baletet e mia të preferuara, sepse më karakterizon me natyrën time të butë, me hijeshin time. U bë rreth 10 vite që unë ekzekutoj La Sylphide, po, e kam ekzekutuar në Shqipëri, në skena ndërkombëtare. Ka qenë momenti më i bukur kur Angelo ka qenë primo balerin për herë të parë në La Sylphide dhe unë kërceja pranë tij dhe kam shumë momente që Sylphida është një balet i jashtëzakonshëm, ka një histori shumë të bukur, ka të dashurinë e prrallave. Unë jam një zanë që gjithkohon fluturoj dhe mendoj që është një ndër momentet më të bukura që dhe vjen në skenën e teatrit, operës dhe baletit. Që po bëhesh gati për ta shijuar këtë pjesë. Po, është vërtet që jam në një moment që po e shijoj, sepse është një balet që unë e kam ekzekutuar shumë herë dhe është gjanë në trupin tim, në interpretimin tim. Thjesht je gati për ta vënë atë në skenë. Ndërkohë me vllajin si po shkojnë projekte, se sapo e përmendë pak, po vazhdoni ju jashtë teatrit, operës dhe baletit me angazhimet tuaja, me të gjithat ju në fakt keni vite që punoni së bashku dhe sido që tjetë është bërë e ditur që keni pasur shumë projekte të ndryshme që vinë jashtë teatrit, operës dhe baletit, po që lidhen drejt për së drejti pikërisht me interpretimin edhe me baletin. Si jeni tani me këto projekte? Aktualisht po ekzekutojmë pjesën e dytë të Zanafillës, sepse Zanafilla është një projekt për të rinjt, për baletin klasik, kontemporan. Po përgatisim një balet neoklasik me të rinjt të shkollës baletit, e cila do t'jetë në datat 11 dhe 12 nëntor në Universitetin e Arteve. Është një moment shumë i bukur, sepse shikojmë që përveç vetes zhvillojmë dhe të rinjt, pasojmë legon, edhe mendoj që lejmë një shenjë ndryshe në këtë kohë dhe ndryshojmë një gjenerat. Për mua shumë e rëndësishme. Si të duket në fakt? Ka interes, më duket sikur baleti është kthyer në një profesion që vetëm vajzat e duan, po djemt, a janë ata, a e duan baletin klasik, si duket situata? Në fakt ka shumë vajza, është krijuar pak kjo Për fakt. ideja që djemt duhet bëjnë futbollin ndërsa vajzat balerina. Nuk e di pse është në Shqipëri kjo, por megjithatë edhe në botë ndihet mungesa e meshkujve. Por mendoj që është një gjë shumë e bukur, sepse shikon brezin e ri, shikojnë me sa dashuri ato e duan këtë profesion. Dhe kam një gjë shumë të rëndësishme, kur shkoj dhe shikoj ato sytë e pafajshëm, duaj që të paktën unë si Adel të lej një gjurmë pozitive të këta. Sepse gjithmonë është krijuar ajo ideja që prima balerinat janë të ashpra, nuk të hapin hapësirë. Dhe gjithmonë duaj që ndoshta ta ndryshoj dhe të them që baleti është bashkëpunim. Dhe kur të kuptohet që baleti është bashkëpunim, sepse një shfaqje e mirë nuk bëhet vetëm nga solisti. Absolutisht duhet e gjithë trupa dhe duhet jetë skuadër, baleti është skuadër. Ndryshe nuk bëhet. Ti në fakt më thoshe që unë në fakt kam kërcyer pothuajse me të gjithë djemt, po të pyesa nëse në mënyrë të veçantë ke ndonjë partner me cilin ke patur më shumë role. Më the pothuajse me të gjithë. Po. A të bezdis kjo gjë apo është më mirë të kesh një partner fiks? Jo, nuk është, e vërteta, për ne që s'dim nga baleti. Po, nuk është e kam pasur problem, sepse mendoj që si solist, kur kanë të dy teknikën e mirë, neve thjesht bashkohemi në një pikë që është sinkronizimi. Unë e kam shijuar sepse kam bashkëpunuar me të gjithë djemt në teatr dhe realisht jam balerina e vetme pothuajse që kam kërcyer me 90% e djemve dhe nuk është e kam pasur problem. Po të më pyese kush është partneri zemrës, do të thoja Angelo, sepse është gjysma ime. Ke bërë role me Angelo? Po, kam bërë. Sa role ke bërë me të? Po, kam bërë La Sylphide, kam bërë Arthyes, kam bërë Giselle, po, kam bërë titujt më të rëndësishëm, kam bërë Kopelian, balete kontemporane, neve jashtë kërcejmë shumë shpesh ja këtu jemi bashkë. Ashtojt përgjësia kur kërcen për krah vllajt, apo do me thënë është thjesht vetë besim? Ka patur momente në skenike kur me të vërtet ka patur në një moment shumë pak të vështirë?
Gjithmonë ka. Gjithmonë ka. Nëse ne do flasim pasaj që çdo gjë është perfekcion, nuk është çdo gjë perfekcion, sepse çdo gjë ke ne është sinkronizim, koordinim, por që mendoj që eksperienca të bën që ti kalosh. Edhe sa më shumë rritesh në sken, ti kupton atë që ke në krah, kupton se si duhet veprosh, kur diçka nuk shkon, sepse është thjesht një lëvizje. A e shikon edhe Lukasin që në të ardhmen ndoshta ti drejtohet baletit apo i ngjan babit atij? E i pëlqen futbolli? I pëlqen futbolli, edhe unë kam diçka që unë i kam thënë dhe Eltonit, që unë do lejoj që Lukasi të bëj atë çka ai ka dëshirë. Në të vërtetë nuk do kisha dëshirë që ai të bëhesh një balerin, të them të vërtetën, sepse është një profesion me shumë lodhje, është një profesion afatshkurtër. Por nëse ai ka dëshirë, unë do të lë që ai të zgjedhë çfarë të ketë dëshirë, sepse vetëm duke zgjedh vetë me dëshirën tënde ti do japësh maksimumin. Atë gjë që do. Është e vërtetë, në fakt, të gjithë kemi bërë këto gabime me fëmijët, jo duke i çuar në kurse nga më të ndryshme, çfarë mendojmë ne që i bën mirë, por ja që në fund të ditës ata zgjedhin atë që duan vetë, siç bëmë edhe ne. Por këtu nuk po përmendim një person të tretë që është motra juaj, që nuk merret fare me balet, është komplet jashtë ju të dyve, se flasim për ty dhe për Anxhelën duke qenë se jeni drejt për drejt duke u marrë me art. Po ajo ku hyn në këtë pikë, i vetëm ju inkurajon, është publiku juaj besnik, apo nuk ka lidhje fare me botën e artit? Në fakt, Jona nuk është përmendur shpesh, sepse duke qenë se unë dhe Anxhela jemi në të njëjtin profesion, në të njëjtën gjë dhe gjithmonë doni, dilni bashkë. Por Jona faktikisht ka qenë prezantuese në radio televizionit shqiptar. Dhe ka pasur një karrierë shumë brillante, por pavarësisht kësaj karriere, Jona vazhdoi rrugtimin e saj si inxhiniere, si të gjithë pjesa e familjes, dhe sot është një ndër inxhinierët më të mira. Pra ka hequr dorë nga arti. Ka hequr dorë nga arti. Nga gazetaria në këtë rast. E kuptoj. Atëherë ju pas ka lënë spotlightin ty edhe Anxhelos? Po, ajo është një ndër përkrahësit tona më të dashura, është gjithmonë aty me ne, sa herë ne kemi shfaqje, sa herë është gjithmonë për të mbështetur aty. Dhe nuk ka si motrat, sado që shumë ta duash vllajin. Mua më mungon një motër në fakt, por ndoshta motrat e mia janë shoqet e mia, me ato kam Alit, ke lidhur ndonjë miqësi në teatrin opera dhe balet, ndonjë miqësi jete, apo i ke jashtë? Nuk kam preferuar miqësi jete. Kam preferuar të kem kolegë dhe kolegë të mirë. Sepse mendoj që profesioni nuk arrin dot të shkojë 100% në miqësi. Mendoj që çka është e vërteta, gjithmonë ka pasur pak kënaqësi nëse dikush është zgjedhur dhe ti nuk je zgjedhur. Është ndoshta mendoj indirekt ajo e brëndshmja që egoja. Dhe kam preferuar të kem miq shumë të mirë. Në teatr kam miq shumë të mirë, kam kaluar kohë shumë të bukura, kam marrë emocione shumë të bukur, dhe mendoj që zgjedhja që unë kam bërë, që të kem kolegë dhe miq shumë të mirë, më ka bërë një gjatësi shumë të madhe në teatr. Dhe janë 17 vite, dhe plot 17 vite kam kujtime fantastike me të gjithë. Më bëhet qefi. Uroj ti vazhdosh ti kesh dhe vazhdosh ti shtosh. Ishte kënaqësi të kisha këtu sot në emisionin tim. Dhe e shijova me të vërtetë, se kemi folur për projekte dhe për gjëra të ndryshme bashkë, por në fakt kështu ka gjatë për ty dhe me këtë qetësi për të mësuar më tepër ishte hera e parë. Të uroj shumë suksese, Adela. Falenderoj shumë, edhe ishte vërtet një intervistë ndryshe që Adelën e solli ndoshta 360 gradë. Faleminderit. Mirë, të shkojmë në një hapësirë publicitare për të ardhur në pjesën e dytë të emisionit. Mos u largoni.